ne e shikojmë organizmin ngjajshëm sikurse e shikon dhomën nga vrima e qelsit. Dhe duke e shikuar nga ajo perspektivë, tenton me identifiku ndryshimet të cilat janë shumë të rëndësishme për pacientin dhe të cilat ndikojnë në direkt në trajtimin të cilin pacienti do ta merr. Në bazë të mendimit tënd, në bazë të ekspertizës tënde. Një pacient, sa kujtoj, ka qenë dikun 5 vjeçar, i cili ka pas një rritje të nyjeve limfatike nëpër tërë trupin dhe realisht mjekët pediatër vetëm e pritnin diagnozën e limfomës ose leukemisë nga unë në mënyrë që ata menjëherë të fillojnë me kimioterapi. Ajo çka doli të jetë smundja tek pacienti, doli të jetë një infeksion me një virus që ne e quajmë Epstein-Barr virus, i cili është virus që është shumë i përhapur në popullat, por dhe disa pacient manifestohet me një smundje pak më të theksuar, siç kishte qenë rasti te ky fëmijë, sepse sistemi i tij imunitar e ka bërë që ai të reagojë në atë virus, ndaj atij virusi në atë mënyrë. Atër një prej rasteve më siduese në përvojën time ka qenë një djalë i ri me tumor në testis edhe me metastaza në mushkëni të plot. Dhe ne, kur kemi fillu mjekimin, kemi mendu që jeta ati është e shkurt, edhe përkundër faktit që do të përdorim mjekim intensiv, prapse jetëgjatësia do të jetë e vogël, por ka ndodhur dhe kemi marrë një vendim dur, një trajtim shumë rigoros, edhe pacienti djali ka mbijetuar dhe sot jeton mirë, do të krejë ndryshimet që i ka pas mushkënia largu komplet. Është një prej rasteve që ne kemi monitoru, gati çdo javë ka pas probleme me pagjaksi, leukopeni, me rënje të rruzave të kuqe të bardha, është dash gjakmi dhonë, është dashur me përballu edhe efektet anësore, probleme me zemër, me veshka, dhe në fund pas 6 muaj, 7 muaj trajtim, ka rezultuar që ndryshimet mushkëni kanë filluar më tërheq, kurse një vit e gjysmë më vonë gati janë tërheq krejt dhe djali sot jeton normal, është gati për me vazhdu jetën krejt normal. Këto raste janë maskues shumë të rrezikshëm të një smundje tumorale, të nyjeve limfatike ose të një leukemie dhe vija ndërmjet diagnozës së tumorit dhe diagnozës jo të tumorit, këto është nganjëherë shumë e hollë. Dhe impakti i asaj se ne çka thojmë dhe çka shkruajmë ne në raportin ton është shumë dramatik. Në këtë rast doli se fëmiu kishte pas infeksion me këtë virus që e përmenda dhe fatmirësisht nuk hyri në kimioterapi dhe pas një periudhe ai praktikisht u bë më mirë dhe u shërua, tashti është fëmiu pa asnjë problem shëndetësor. Ne në fakt përdorëm te ky rast përdorëm edhe disa metoda shtesë laboratorike në mënyrë që të arrijmë deri tek diagnoza, sepse nganjëherë, jo nganjëherë, po realisht shumë shpesh në mjeksi puna ekipore i zgjedh rastet shëndetësore në mënyrë të suksesshme. Fatmirësisht unë kërkova atëherë të bëhen analiza shtesë nga gjaku i këtij fëmiu, ku u identifikua përmes një metode që quhet metoda serologjike ose metoda analizës serologjike, u identifikuan antitrupat kundër këtij virusi në gjakun e këtij fëmiu dhe bashkë me ndryshimet morfologjike mikroskopike të cilat ne i konstatuam, erdhëm deri te kjo diagnozë që fëmijën e shpëtoi nga kimioterapia dhe realisht në këtë rast edhe ju shpëtua jetën.
Në mjekësi gjithçka që është e rritur quhet tumor, dhe nuk do të thotë nëse ne i themi një pacienti të ketë tumor, që ai të ketë tumor malin, po ai duhet të analizohet dhe vërtetohet me analiza histopatologjike dhe të konfirmohet që është kancer. Dhe kur i themi dikujt ki kancer, atëherë dihet që është tumor malin. Dhe tumorët maligni janë të rrezikshme ata të cilët e rrezikojnë shëndetin e njerit seriozisht, mund të përfundojnë në mënyrë fatale nëse nuk mjekohen ç'është duhet edhe nëse zbulohen vonë dhe kur format e mjekimit janë shumë më të vështira dhe janë shumë agresive. Ndërka që tumorët benigni kanë sjellje normale, kanë sjellje jo agresive dhe në popull njihen si tumore të cilët të mira, tumore këto që me një intervenim kirurgjik ose mund të mbesin si të tilla gjatë gjithë jetës dhe njeriu mos ta rrezikojnë të shëndet. Kjo është dallimi esencial ndërmjet tumoreve benign dhe malin. Pra tumorët malin sjellin ose përfundimin e kanë të keq nëse nuk mjekohen dhe nëse nuk zbulohen që me kohë dhe nëse nuk trajtohen mirë. Relativisht shpesh kemi mostra indore të cilat vijnë nga pjesët e ndryshme të trupit, ku ne përmes metodave tona të ekzaminimit makroskopik, që është metodë ekzaminimit përmes syrit, dhe përmes metodave të ekzaminimit mikroskopik, që është përmes mikroskopit, ne i diferencojmë ose i dallojmë proceset inflamatore ose proceset pezmatuese në organizmin tonë, procese infektive, nga proceset të cilat janë më të rrezikshme për shëndetin e njeriut, ato janë proceset tumorale. Ne aplikojmë metoda të së pari ekzaminimit makroskopik përmes syrit, sepse në praktikën tonë të patologjisë, ne e ushtrojmë syrin dhe e krijojmë përvojën për të identifikuar proceset në inde të cilat me gjas do të jenë inflamatore ose me gjas do të jenë të natyrës tumorale. Pra, ne qysh në fillim, kur e marrim mostrën dhe ekzaminojmë në laboratorin e ekzaminimit makroskopik, ne në fillim e fitojmë atë orientimin se çfarë natyre mund të jetë ky ndryshim që është lajmëruar në organizmin e njeriut. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse ne pastaj do të marrim mostra për ekzaminim të mëtutjeshëm mikroskopik nga ato pjesë që janë reprezentative, do të thotë, dhe kjo shumë është me rëndësi. Me fjalë tjera, kur hiqet një pjesë e zorës, ose një pjesë e lukthit, ose një pjesë e xhirit, ne përmes syrit identifikojmë ndryshimet të cilat me gjas do të jenë reprezentative për procesin patologjik të cilin e ka pacienti ose pacientja, dhe nga ato zona do të marrim mostra të cilat më tutje do t'i procedojmë përmes metodave laboratorike dhe do të vinë deri tek preparati mikroskopik, i cili do të ekzaminohet me metodë mikroskopike dhe do të arrim deri te konkluzioni se me çfarë procesi ne kemi të bëjmë. Edhe kur flasim për identifikimin e ndryshimeve tumorale, ekzaminimi jon konsiston në atë se çfarë tumori është. A tumoret mund të jenë tumor benign apo tumor malign. E kam vrejë se në popullat tumorët benign emërtohen si tumor mashkullor dhe tumorët malign emërtohen si tumor femror. Tumorët benign janë tumor të cilët rriten ngadalë, janë mirë të kufizuar dhe ata nuk e rrezikojnë shëndetin e gjithëmbarshëm të pacientit. Tumorët malign, për dallim nga tumorët benign, kanë një rritje më agresive, tentojnë që të shumohen
dhe tentojnë që të shpërndahen nëpër organizëm përmes rrugëve të ndryshme limfatike ose vaskulare. Tumorët malign dallojnë gjithashtu, sepse ka tumor malign të cilët janë shumë agresiv, që do të thotë se kanë rritje shumë të shpejtë, shumë të shpejtë, përhapje shumë të shpejtë në organizëm, dhe ka tumor malign të cilët kanë rritje më të ngadalshme dhe përhapen më ngadalë në organizëm. Është detyra e patologut që të përcaktoj sakt dhe në mënyrë koncize natyrën e lezionit, nëse është tumor, tipin e tumorit, gradën e tumorit, shkallën e agresivitetit të tumorit dhe eventualisht edhe parametra tjerë molekular, sepse në bazë të këtyre parametrave që ne i japim, pason trajtimi onkologjik i pacientit. Asnjë pacient onkologjik nuk i nënshtrohet trajtimit përkatës onkologjik pa raportin histopatologjik. Pra, raporti histopatologjik është raporti definitiv që vendos se pacienti a merr këtë terapi apo atë terapi dhe për sa kohë, apo a i nënshtrohet intervenimit kirurgjikal apo dhe intervenimeve tjera. Përderisa me metodat tjera klinike, laboratorike, mjekësore, siç janë për shembull biokimia, siç është radiologjia, mjekësia mund të jep një sugjerim, një përshkrim se është fjala për një lezion të një natyre ose natyrës tjetër. Është vetëm një patologjia ajo që jep diagnozën konkluzive dhe në bazë të cilës pacienti i nënshtrohet terapisë onkologjike. Mostra të ndryshme vinë në laboratorin e patologjisë. Këto mostra mund të jenë biopsi, të cilat mirën zakonisht përmes intervenimeve kirurgjikale të formave të ndryshme, ose përmes punksioneve me gjilpër të trashë, në këtë rast mund të mirën edhe nga radiologët, ose gjatë operacioneve më të mëdha, ku mund të hiqet një pjesë e organit apo tër organi. Edhe këto ne zakonisht këtyre mostrave ne ju referohemi si mostra bioptike. Biopsi incizionale, ku mirët një pjesë e vogël nga lezioni, biopsi ekscizionale, ku hiqet i tër ndryshimi dhe sillet në laboratorin e patologjisë, apo edhe biopsi resektive, ku hiqet një pjesë apo tër organi dhe sillet dhe dërgohet në laboratorin e patologjisë. Mostra bioptike janë edhe ato që i përmenda që mund të mirën edhe me gjilpërë nën udhëheqjen e metodave imazherike, siç është për shembull udhëheqja përmes CT-s ose përmes ultrazërit. Në këtë rast, radiologu deporton me një gjilpër me një kalibër pak më të trashë dhe në udhëheqjen e CT-s ose ultrazërit futet deri tek lezioni, pa marrë parasysh se sa thellë është në organizëm, dhe futet me majat e gjilpërës dhe merr mostër nga aty. Mostër në formë të një cilindri të hollë apo më të trashë, varësisht nga kalibri i gjilpërës. Por gjithashtu duhet të ceket se ekzistojnë edhe metoda citologjike e ekzaminimit në citologji dhe në histopatologji, ku ne i ekzaminojmë qelizat veç e veç. Si mirën qelizat nga organizmi? Mirën në forma të ndryshme. Mund të mirën me gjilpër të hollë, me një procedurë që quhet FNA ose Fine Needle Aspiration. Dhe më thonë aspirim me një gjilpër të hollë, ku
ku praktikisht aspirohen, shkoliten qelizat nga procesi cilën ne jemi duke kulumtuar. Nga njëherë kur kemi sekrete, nga njëherë ka për shembull sekrete nga xhiri, atëherë bëjmë vetëm një touch preparation, ku praktikisht mirët në formë të një pike në gjam mikroskopik, shpërndahet në gjamin mikroskopik dhe shiqohet sekreti. Kemi citologji edhe tjera, citologji për shembull nga gjendra tiroide, ku pacientët brejnë ndonjë ndryshim në gjendrën tiroide dhe ata i drejtohen mjekut përkatës, shpesh është endokrinologu, dhe pastaj endokrinologu e bën ekzaminimin me ultrasonografik të gjendrës tiroide. Dhe nëse konstaton noduse, të cilat janë për të punktuar, atëherë lidhet me patologun, caktojnë terminin dhe e bëjnë funksionin aspirativ në udhëheqje të ultrazërit. Si bëhet kjo? Sonda ultrazërit vendoset në gjendën tiroide në një kant të caktuar dhe pasi që vizualizohet ndryshimi në gjendën tiroide, nga një kant tjetër depërtohet me gjilpërë dhe sonda e ultrazërit e përcjell majën e gjilpërës me kujdes. Dhe kur maja e gjilpërës futet në qendër të ndryshimit, cilin ne po e hulumtojmë, atëherë mjeku bën aspirim ose bën e tërheq shiringën dhe mundohet që të siguroj të aspiroj sa më shumë qeliza nga ai ndryshim. Ato qeliza prap vihen në një preparat mikroskopik dhe pas procedurave përkatëse të fiksimit dhe të ngjyrimit bëhet ekzaminimi mikroskopik i këtij preparati, ku ne i vlerësojmë qelizat në formën, madhësinë e tyre dhe veçoritë tjera morfologjike dhe arrim deri te një konkluzion se ndryshimi a është i natyrës inflamatore, a është i natyrës benigje apo është i natyrës maligne. Dhe natyrisht impakti i asaj se çka ne shkruajmë në raport është a do të marr pacientja për shembull antibiotik apo do të përcillet vetëm apo do t'i nështrohet intervenimit kirurgjikal. Pra, kjo pak a shumë e përmbledh këtë problematikën e ekzaminimeve citologjike në patologji dhe në citologji. Tumorët në përgjithësi trajtohen në mënyrë multidisciplinare. Sot në botë ekzistojnë ekipe që ne i themi tumor borde. Në Kosovë ka disa tillë, po duhet bëhet më shumë që këto të jenë të zakonshme, edhe pse në vendet e rajonit ndoshta më pak, por në Evropë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi edhe tumor borde gjenetike, pra ku në nivel molekular diskutohen secili rast veç e veç dhe merret një vendim për trajtimin në nivel gjenetik të tumorit. Pasi që sot edhe ndarja e tumoreve gati se ka me kalu atë klasikën, kur tumorët të klasifikohen prej 4 indeve për cilat përbohet trupi jon, sot tumorët mund të klasifikohen edhe në bazë të karakteristikave gjenetike. Për shembull, një tumor i cili ka një gjen BRAF që ne i themi receptor, mund të jetë zakonisht është te tumorët e lëkurës, mund të jetë te gjiri, mund të jetë te mushkrit dhe të klasifikohen tumorët e tilla si brafoma për shembull. Kjo në këtë drejtim është shkumikësia dhe pastaj mjekimi është më i sofistikuar, më i veçantë dhe jepet për secilin rast veç e vetë. Do të një njëjti tumor ose një njëjti trajtim të dy persona të ndryshëm me të njëjtin tumor, me të njëjtin stad smundjes mund të jetë i ndryshëm. Për këtë arsye do të mjekësia ka evoluar dhe sot ka përparuar, ka shënuar progres shumë të madh, saqë rastet me tumore viteve 80 kanë jetuar shumë shkurt, kurse sot me trajtimet sofistikuara pacientët jetojnë një kohë më të gjatë dhe kanë një jetë shumë komode dhe të mirë. Tumorët më shpeshta në Kosovë, edhe sikur se në vendet e rajonit, dallojnë varësisht se për cilën gjini bëhet fjalë. Nëse bëhet fjalë për femrat, dominojnë tumorët e gjirit. Në Kosovë çdo vit identifikohen 400 femra, 350 dhe 400 femra me kancer gjirit.
dhe shumica nga to janë femra të moshës mbi 50 vjetë, edhe shumica rasteve lajmërohen nëse akoma për fat keq në stad të avancuar të sëmundjes, stadin e 3 dhe 4, edhe pse këto 2 vite të fundit kemi një ngritje të zbulimit më të hershëm të sëmundjes dhe kemi raste kur ne shohim klinik gati në javë ose në ditë, do të stadin e 0, stadin 1 ose stadin 2 të sëmundjes, që është rezultat i ngritjes së vedijes së qytetarëve tonë ose ekzaminimeve më të shpeshta dhe kontrolla më të shpeshta sidomos të femrave, edhe në vendet rurale, jo vetëm qytet, që shkojnë te mjeku dhe lajmërohen edhe pa pas ndonjë nevojë, pa pas ndonjë shqetësim në gjë, lajmërohen dhe bëjnë ultrazë ose mamografi, sidomos ato pas moshës 45 vjeçare, dhe kjo manifestohet pastaj me zbulimin pak më të hershëm të tumorëve të gjilë. Te meshkujt dominon kanceri mushkrive, dhe është kryekfut i lidhur me konsumin e duhanit, është shumë i shpesh te meshkujt se te femrat, edhe pse kemi edhe këtu ngritje të rasteve te femrat, nëse 90% të rasteve me kancer të mushkrive, që janë diku 200-220 raste me kancer mushkrive në vit, janë duhanxhi kronik, dhe mbi 80% janë meshkuj, por kemi edhe raste kur janë jo duhanxhi, po fitojnë kancer të mushkrive, por janë më të rrallë, më të pak. Kurse në grupin e dytë të dëdygjinit vjen zora trash, kanceri rektumit, kolorektal, dhe te femrat me njerë pasaj vjen do kanceret e organeve gjenitale, sidomos qafa mitrës, mitra dhe vezorët. Ajo që është shqetësuese viteve të fundit në Kosovë është se kemi ngritje të rasteve me kancer të lukthit, me kancer të pankrasit dhe të djemt e ri, dhe ndërmoshën 30 vjeçare kemi ngritje të numrit të kanceret të testiseve. Pra, çdo vit në Kosovë kemi gati 30 persona, 35 djemt të ri, të cilët identifikohen dhe zbulohen me kancer të testiseve, dhe edhe pse kanë një prognozë shumë të mirë, kanë një menaxhim shumë të mirë, një sukses të madh në trajtim, prapë kjo është shqetësuese, sepse djemt të ri të tillë do të përcjellen pak më shpesh dhe të lajmërohen me të mjeku sa më herët, në mënyrë që të mos bëhet vonë pastaj për formën e mjekimit. Ajo që ka bjen me njëherë në mend, kur flitet për diagnostikimin histopatologjik, natyrisht janë tumoret. Sepse realisht diagnostikimi i tumorëve në mënyrë konkluzive dhe definitive bëhet vetëm përmes metodave histopatologjike. Dhe asnjë pacient onkologjik nuk i nështrohet trajtimit pa diagnozën histopatologjike. Por ja që në praktikën tonë histopatologjike relativisht shpesh shohim në mikroskop edhe gjëra tjera, jashtë gjërave tumorale. Nganjëherë shohim edhe disa sëmundje relativisht egzotike të cilat relativisht rrallë shihen dhe këtë kjo në fakt e bën praktikën histopatologjike shumë interesante dhe shumë sfiduese në baza ditore. Është interesant se ne ndonjëherë e diagnostikojmë tuberkulozin në disa organe dhe në disa lokalizime anatomike të njeriut të cilat nuk dyshohen nga mjeku klinicist. Nganjëherë shohim tuberkuloz për shembull në kavitetin endometrial të një paciente e cila ka çrregullime të gjakderës për shembull menstruale. Nganjëherë shohim tuberkulozin në nyje apo edhe në eshtra. Gjithashtu, nganjëherë shohim, mund të identifikojmë edhe disa virus të cilët nuk i presim në disa pjesë të organizmit, siç është për shembull, nganjëherë mund ta identifikosh virusin citomegalovirus në biopsitë e zorës për shembull, të cilët miren për një diare të paspjeguar të pacientit. Apo mund të diagnostikosh edhe shkaktar tjerë të rrallë dhe të çuditshëm përmes mikroskopit. Pra, diagnostikimi histopatologjik dhe mikroskopik realisht të shpije në fusha të ndryshme të mjekësisë ose të patologjisë humane, që themi ne. Edhe pse praktika jonë ditore në masë të madhe është
ka të bëj me sëmundje tumorale, ka edhe shumë sëmundje tjera jo tumorale që diagnostikohen vetëm përmes metodave histopatologjike. Ekzistojnë për shembull rastet e diareve kronike, të cilat për shembull nuk trajtohen ose barkëqitjeve kronike, të cilat nuk kalojnë me metoda konvencionale të trajtimit, për shembull. Të gjithë ata pacientë janë menjëherë janë kandidat për endoskopi dhe biopsi të zorës, ku ne me metoda histopatologjike identifikojmë disa procese patologjike të cilat diagnostikohen vetëm përmes histopatologjisë. Disa sëmundje, siç janë sëmundja e Kronit ose sëmundja e kolitit ulcerativ, to trajtohen vetëm e diagnostikohen vetëm me metodë histopatologjike. Edhe sëmundje tjera të cilat do të thotë të zorës, të cilat nuk janë të natyrës tumorale, por duhet të nështrohen ekzaminimit endoskopik, biopsisë dhe ekzaminimit histopatologjik. Bile, ju e dini se gastriti kronik ose pezmatimi kronik i lukthit, që pacientët globalisht vojnë shpesh nga problemet nga lukthi ose problemet gastrike. Gastriti kronik në mjekësi është diagnozë e cila vendoset vetëm përmes ekzaminimit histopatologjik. Pra, asnjë pacient nuk ka gastrit kronik nëse nuk i është bërë endoskopia, nuk është marrë biopsia nga lukthi dhe nuk është ekzaminuar nga histopatologu, ku ne i konstatojmë ndryshimet në mukozën e lukthit dhe themi se ky pacient jo vetëm se ka apo nuk ka gastrit kronik, por se a është gastrit kronik aktiv apo nuk është, gastrit kronik i cilës zonë të lukthit, çfarë tipi i gastritit kronik është dhe a ka ndryshime tjera shoqëruese të cilat mund të shpijejnë drejt eventualisht një kanceri të lukthit. Domethënë, roli i patologut këtu është në diagnostikimin, përcaktimin e shkallës së aktivitetit të inflamacionit, sa është pezmatimi i theksuar dhe a ka ndryshime të cilat eventualisht mund të shpijnë deri te kanceri i lukthit. Nëse ne ato i konstatojmë përmes ekzaminimit histopatologjik, atëherë gjithsesi pacienti do të përcillet më ndryshe nga ana e mjekut klinicist. Do të thotë mund të ndodhë që një herë në vit duhet të bëj një endoskopi, një skrinim për një proces malignos. Nganjëherë shohim helikobakterin, bakteria e cila e shkakton gastritin kronik dhe pacienti mbas të përshkrimit ton, mbas të rezultatit ton, i nështrohet terapisë me antibiotik dhe e bën eradikimin ose çrënjosjen e këtij mikroorganizmi dhe shërohet. Nganjëherë shohim ulqera, të cilat trajtohen në mënyrë, më serioze nga mjeku klinicist dhe ato trajtohen dhe iket komplikimeve të mundshme të ulqerës së lukthit.